Mirë se erdhët Bima dhe Shëndeti. Sot do të flasim për një prej mrekullive që na ka dhuruar natyra. Shpesh e neglizhojmë, e përdorim në gatime të ndryshme, bëhet fjalë për hithrën, që është edhe në leduallin ton. Bashkë me doktor Ylli Merian do të zbërthejmë këtë bimë të fuqishme dhe për të kuptuar fuqinë shëruese të saj. Mirë se erdhët, doktor. Përshëndetje, mirë se ju gjejmë. Bima dhe Shëndeti risjell këtë bimë të çmuar dhe si ka mundësi që kjo bimë që të djeg dhe të shpon të fshej kaq sekrete të mëdha për shëndetin ton. Le t'ju shpjegojmë teleshikuesve shumë sekrete që fshihen në gjethen e kësaj perandoreshe të bimëve mjekësore. Nuk e egzageruat kur thoni perandoresh të bimëve? Absolutisht jo. Nëse do ta quaja mbretëresh, do të bëj fjalë për një bimë që rritej në oborin e ndonjë mbretërie që ekziston edhe sot. Por hithra, duhet ta dimë të gjithë, rritet dhe mbarshtrohet pothuajse në të gjithë rruzullin toksor. Pra ku ka tokë, ka hithra. Po kështu edhe në vendin tonë. Së dyti, bima e hithrës është me të vërtet shumë e dobishme dhe e rëndësishme për jetën e njeriut, pasi mban të fshehura në ato gjethet e saj shumë antioksidant, shumë vitamina, shumë mikroelement. Së treti, është një ushqim shumë i shëndetshëm për kafshët. Së katërti, është një ushqim shumë i shëndetshëm për bimët e tjera. Edhe për bimët e tjera. Pra, mund ta marrim për shembull gjethen e hithrës ose bimën, ta bëjmë si çaj për t'ia marrë këto mikroelement, flavonoide, polifenole, dhe mes përkatje t'ua hedhim gjetheve të bimëve të tjera. Dhe kjo i jep atyre, ju transmeton këto mikroelementet e vetë të cilat bimët e tjera, nëpërmjet gojzave që i mbajnë të hapura, i përthithin dhe i futin në brendësi të gjetheve të tyre, aty ku është kuzhina e përpunimit të lëndëve organike dhe inorganike. Dhe së fundi, mund të themi që bima e hithrës, fal atyre dy përbërësve kimik që na djegin dhe që shkaktojnë një irritim në lëkurën e njeriut, siç ka ndodhur tek duart kur kemi është e dobishme për të luftuar insektet që ndodhen në bimët trëndafilore. Për shembull, le të themi një fakt, nëse një familje ka një lule e cila mbledh morra insekte në brendësi të gjetheve të tyre, dhe ato e shpojnë gjethen dhe ushqehen me këtë lëndë organike që ato kanë, atëherë ne mund të veprojmë kështu. E marrim këtë hitër, e ziejmë, e lëm të ftohet dhe me çajin e hithrës spërkatim këtë bimën e mbushur me këto insektet. Do të vëmre që brenda 3-4 orësh gjithë bima është çliruar nga këta pushtues. Pra, shumë sipërfaqësore, shiko sa përdorime ka. Dhe ne tash le të futemi për shembull në grupin e përdorimeve për njerëzit. Kujtojmë emrin e saj shkencor, Urtica dioica. Që do të thotë, pra jo më kot i zhvon ky emër. Të djeg, të irriton, dhe dioica, pra urtica nga latinishtja, bim djegse, irrituse, të përvëlon. Dioica do të thotë di nga greqishtja, dy, oika përsëri nga greqishtja shtëpi. Duket si kur në kuptimin e parë do të themi një bimë që ka 2 shtëpi. Po jo. Kjo bimë është bimë monokotiledone, i themi neve, që do të thotë lulesat femërore rriten në një bimë dhe lulesat mashkullore rriten në një bimë tjetër. Pra, 2 gjinishe mund të përthet kjo dioika më e përshtatur. Kjo është edhe e dallueshme tek bima me sy, kur ne shohim gjinin femërore dhe mashkullore? Patjetër, pra, gjinia femërore është e shkurtër, e ka kërcellin të trash, është solide dhe është vitale. Për shembull. Tash më duart na mësuan edhe mund t'i prekim. Po, atëherë, shikojmë këtë hitër. Shikojmë edhe një hitër tjetër, që e kemi marrë pothuajse edhe me rrënja, dhe le të bëjmë krahasimin. Gjatësia e të 2 lastarëve është e njëjtë. Trashësia e kërcellit është e ndryshueshme. Pra, kjo është me trash, kjo është shumë me hollë. Madhësia e gjetheve, këto janë rritur në të njëjtin vend. Madhësia e gjetheve, këto shkojnë
7-15 cm të gjata, me bishtin të shkurtër, dhe të gjëra mund të shkojnë 5 deri në 7 cm. Te kjo tjetra, gjethet janë të holla, kërcelli është skeletik, sistemi rrënjor është pothuajse i njëjtë tek të dyja, është gjufkor dhe mund të shkojë deri në 1 metër kjo rrënja. Atëre, kjo është bima mashkullore, e cila vetëm prodhon polenin dhe plenon bimën femërore. Pra ajo që është me hollë, me imët, Kjo është që bima do të mashkullore? gjendet në natyrë, pra që është e hollë, që është skeletike, ja. Do ishte e kundërta ta mendonim, do thoshim që kjo është femërore, se është më e hollë dhe më e imët. Po, kjo femërorja mbushet më mbrapa me fara. Pra, pasi plenohen, këto lulesat, mbushet me fara, dhe nëse ato fara do të vendoseshin, le të themi, tek ky kërcell, atëherë kjo bimë do të përthyej shumë lehtë. Ndërsa, kur neve shkojmë në natyrë dhe e gjejmë, kjo është plot me fara dhe përsëri qëndron kështu krenare në raport edhe me bimë të tjera. Pra, nuk e përthyen kokën si ai kalliri bosh, që thot populli shiko, kalliri bosh, plot e mban kokën poshtë. Nësa e kalliri bosh rri kështu. Pra, kjo rri tamam kështu plot dhe drejt. Ku do të drejtojmë ne, tek gjinja femërore i thes apo te gjinja mashkullore për të marrë vlerat shumëta? Nëse do t'i mbledhim gjethet, ato do t'i marrim që të dyja së bashku. Ka ndonjë ndryshim në vlera? Ka ndryshimin shumë pak, mund të themi këto mashkulloret nxisin si të themi më tepër atë estrogenin në organizëm, por le të themi pse na djeg hithra. Në brendësi të saj ndodhen 2 substanca kimike. Njëra është acetilkolina dhe tjetra është histamina. Çfarë janë këto në të vërtetë? Njëra është si thua si kabël elektrik, ndërsa histamina është si zile elektrike që të njofton, diçka po ndodh me trupin tënd. Po. Atëre, njëra e ka formulën për shembull kjo acetilkolina C7H16NO2, pra një zinxhir me 7 molekula karboni, ndërsa histamina C5H7N3. Atëre, pse e përmendim këtë gjë? Shiko, kjo histamina ndodhet në trupin e njeriut dhe prodhohet me shumicë në ato raste. Pra tham, është një zile elektrike. Sa herë që ne kemi alergji, ndonjë infeksion, ndonjë inflamacion, dhimbje, kocka, shkyqesh, trupi çon sinjale nga vendi ku dhëmb deri në sistemin ton nervor. Në rastin e një alergjie, ne duhet të bëjmë të kundërtën. Ato sinjale që na vinë nga irritimi, ti blokojmë ose ti frenojmë këtu në vend dhe të prodhoj trupi më pak histamin. Kjo histamina, si të thuash, çlirohet për ta shuar atë reakcion kimik që ka ndodhur në një vatër të caktuar të trupit. Po trupi e prodhon këtë sepse ka marrë sinjale që këtu ka diçka. Atëre, nëse njerëzit që kanë alergji, nuk diskutohet që ata do fillojnë alergji, bllokim frymarrjesh, bllokim hundësh, vështirësi në frymarrje, kruarje, irritim të lëkurës e kështu me radhë. Çfarë mund të bëjnë ata praktikisht? Le të kujtojmë 2 gjëra. Tek mëllaga e zezë Malva silvestris, neve marrim plot mundësi lagje, të cilat kanë veti zbutëse dhe rigjeneruese të organizmit, në veçanti të mushkrive. Atëre, ne mund të marrim për shembull, dhe këto i provojmë si çaj më vonë, pra hedhim në rastin ton konkret, për 1 gotë ujë, 3 deri në 4 gjethe, të mëllagës së zezë Malva silvestris. Pra për personat të cilët vuajnë nga alergjia, po përgatit doktor Ylli një çaj që mund t'i ndihmoj për t'i përmirësuar simptomat. Me vërtet shumë i dobishëm për organizmin. Gjethet e hithrës, pra mund të hedhim 3 deri në 4 gjethe në 1 gotë ujë. Tash ajo histamina do ndikoj pak tek mua, po punë e madhe, ajo është për mirë sepse na ndihmon, do të flasim më vonë edhe për personat që cilët vuajnë nga reumatizmin, po, atëre. Ja, le të themi, është një çaj me hithër dhe me mëllagën e zezë. Sikur të ndodhte edhe në jetë kështu doktor që diçka që të dhëmb, të djeg, të shëroj. Po sigurisht, atëre,
Pra, letjet, gjethet e Mllagës dhe gjethet e Hithrës. Përveç mucilagjeve që i ka Mllaga e Zezë këtu, Hithra përmban në brendësi të saj shumë acide organike dhe unë nuk e përmenda kot, për disa minuta. Nuk e përmenda kot atë faktin që nëse duam me vërtet të largojmë insektet nga një bim, nga një lule zbukurimi, acidet që ndodhen në brendësi të kësaj gjete, duke filluar që nga acidet fenolike, që kafeik, fillojnë oksalik, fillojnë malik, e kështu me radhë, fillojnë ta irritojnë atë insektin dhe ai largohet pa diskutim, ai nuk gjën më asë një fije qetësie këtu. Veç kësaj, tek gjethja e Hithrës, gjendet acidi formik, që gjendet me shumicë edhe tek ato mizat e dheut, te milingona. Edhe ajo ka me shumicë acid formik, si që ndodhe tek Hithra, dhe prandaj ka marrë edhe të emërtimin shkencor, kjo milingona, la formica, në latinisht. Pra, këto janë mikroelementet, acidet organike dhe flavonoidet, quercitin, kanferol, rutin, të cilat në brendësi të këtyre gjetheve, i japin këtij çaji një veti të fuqishme antioksidative. Pra, zhvillohet reaksioni kimik ajo urtikarja, kruarja, kjo shkon dhe e qetëson atë e fashit. Ne jemi mësuar që themi, kur tani që është dhe sezoni i rënjes së flokëve, jemi mësuar që themi që përdorën çik çaj hithre ose shpëlaj me hitër, përdor edhe hithrën sepse mund të ndihmojë edhe te anemia dhe gjendja shëndetësore. Pra, edhe në kozmetik, edhe në kulinari, edhe si bim medicinale për të shëruar gjendjet shëndetësore. Le të kujtojmë fjalën e urtë të gjyshes. Tu bëfshin flokët si rënja e hithrës. Shikoje. Që t'jenë të forta. Plot e përplot. Shumë, qime thithse dhe të forta, të shëndetshme. Po të mos i kujtojmë kështu kaq rënjat e hithrës. 1 metër, 1.5 metra, të trash sa gishti, që kur ishim ne studente, nxënës e kështu, atëherë në monizëm, ne i shkullim kështu, sidomos në ato tokat skeletike, dhe kush ta gjente atë litarin më të gjatë. Sepse ishin rënjët e tilla të gjata. Rënjët të gjata, si drejt kënqe ose si katrore, sa me vjetër të qebima, aq me gjatë ishte kjo. Por të gjitha rënjët, të gjithë kërcen që prekin në tokë, kanë veti që të rënjëzohen, dhe këto rënjët shiko si bëhen gjufka të fuqishme. Atere, le të marrim atë thënien që njeriu duhet ta studiojë natyrën, të hyjë në brendësi të saj dhe të marrë mesazhin nga bima që e ngjashmja kuron të ngjashmen. Atere, këto rënjat e flok e hithrës nuk janë asgjë, ato janë plot me proteina që i japin energji trupit dhe fijes së flokut, asaj fibrës, janë me karbohidrate dhe kanë acide yndyrore. Pra, këto acide yndyrore dhe ato acide që unë përmenda më parë dhe aminoacidet, të cilat janë këto, le të themi, histidina, lizina, fenilalanina, na bëjnë këtë gjë në organizëm. Shkojnë në skalpin e kokës, ne do a tregojmë edhe si çaj, dhe si thuash si një shpatull murator, kështu suvaxhiu, ato largojnë yndyrën, largojnë, ne kemi vënë re që në rënjat e flokëve ka plot bakterie, me shumicë. Ato i mbështillen fijes flokut dhe azgjësojnë atë, e gryjnë, e konsumojnë. Atëhere, këto bimët kanë vetin ta pastrojnë, ti largojnë këto dhe skalpi i kokës çlirohet nga kjo mori bakteriesh që kanë. Po, doktor, do të thotë që ne deri tani kemi përdorur gabim hithrën për flokun, se kemi zgjedhur vetëm gjethet për t'i zier dhe për të shpëlar. Po që ka rënja ajo që ka vetin më të fuqishme për flokun. Marrim gjethet e saj, marrim edhe rënjët dhe praktikisht i ziejmë kështu. Po vetëm ne duam që të shtojmë fuqinë vepruese të bimës. Pra, po tregojmë një shembull tani se si ta përdorni hithrën, rënjën e hithrës, kombinuar dhe me bimë të tjera për rënjën e flokëve. Jo vetëm për të mos u rrëzuar flokët, po për t'i fuqizuar rënjët e tyre, për t'i pastruar ato baktere që ndodhen tek rënjët, tha doktori, për të ushqyer me proteina dhe për të patur flokë të shëndetshëm. Pra, shtojmë rënjën e hithrës, gjethen e hithrës. Pra, rënjë hithre, gjethe hithre, rozmarin. Kemi folur dhe dim që edhe rozmarina është patjetër, fuqizuese për flokët. Fuqizuese, dhe tash duam të shtojmë diçka tjetër. Për shembull,
ose ne do të përdorim sherebelën, po në varësi gjithmonë nga problematikat që kemi. Ose do të përdorim sherebelën, ose do të përdorim trumzën dhe rigonin. Për shembull sherebelën bashkë me këto të dyja kur e përdorim? Po patjetër e përdorim, sidomos kur shikojmë që në përrënjat e qimes dhe në skalpin e kokës kemi pika të skuqura. Qartë. Atëhere, nëse kemi krus pa kështu si krunde e gruri, si zbokë shumë e radhë, tek këto do të shtojmë rigonin ose trumzën. Nëse duam që të japim pak veti çlodhëse, sepse ka plot njerëz të cilët janë irrituar, lodhures të lodhur nga këto kruaret e shpeshta të skalpit të kokës, do t'i shtojmë ose pak nenergjik, ose le të marrim pak melisa officinalis, nga bari i bletës. Pra, hedhim edhe këtu 2 gjethe afërsisht, kjo do t'i japi ata aromën e limonit dhe marrim mandej e përvlojmë këtë çaj. Ne tregojmë për afërsisht bimët që mund të shtohen këtu. Të gjitha bimët që mund të përgatiten në kushtet e shtëpisë. Pa diskutim që do të duan që të mbulohen, t'i vihet ai kapaku, në mënyrë që avujt me e këtyre vajrave esenciale të kondensohen dhe përsëri të na bien brenda këtu. Atëherë e marrim këtë çajin, mbasi e kemi zier mirë, po ne këtu e tregojmë. Sa minuta duhet ta lëmë të ziej? Mirë është që të ziej 4 deri në 5 minuta, sepse kemi ato rrënjat aty në brendësi. Gjithmonë bimët i hedhim në ujë të nxehtë. I hedhim po në ujë të nxehtë dhe të marrim. Ne lëm 4 minuta të ziej. Po, të ziej. E kullojmë këtë çajin dhe do ta lëm të jetë si çaj i vakët për një shplarje të skalpit të kokës. Pra, bëm dushin, e lam trupin, i tham flokët, atëhere marrim një gotë nga ky çaj dhe lagim skalpin e flokut dhe gjithë fijen e flokut në gjatësinë e tij. Më pas nuk do ta shpëlajmë, por do ta lëmë të fahet natyralisht. Mbetet kështu dhe do të vëmë re që floku do të fillojë të marrë një pamje tjetër të mrekullueshme brenda 7 deri në 10 ditësh. Skalpi i kokës fillon një farë rigjenerimi brenda po kaq ditësh. Dhe floku, nëse binte më përpara me shumicë, tashi nuk e ka më këtë shans që të bjerë. Që pa dyshim duhet gjetur shkaku nga vjen kjo rënje e flokëve, se mund të jetë shkaqe të brendshme. Me një dermatoskop është shumë mirë që të kontrollohen ato. Mundet që të përgatisim me këto bimë, por në formën e një ekstrakti alkolik, afërsisht 65-70%, ekstraktimin e këtyre bimëve për të formuar, si thuash, një sprajt për flokët që të jetë edhe antiseptik, por edhe ushqyes për rrënjat e flokut, pra për të me ushqyr ato folikulat. Dhe çfarë mund të fusim në këtë ekstraktin? Për shembull, nuk përjashtohet gjethja e hithërës dhe rrënja. Coptohen, grihen për ta bërë atë sipërfaqen e kontaktit me këtë etanolin, sa më të madhe. Grim gjethet e rozmarinës, mundet që të shtojmë në të pak hudhër, mundet dhe i bën jashtë zakonisht mirë, dhe mandej shtojmë sherebelën, rigonin, trumzën, e kështu me radhë, dhe i lëm që të macerohen në këtë tretësirë, ujë dhe alkool ushqimor atë etanolin, afërsisht 10 ditë. Dhe një qarkullim, riciklim të saj. Pase duke e trazuar ose përmbysur kavanozin. Dhe mandej kjo pothuajse është e gatshme që mund të përdoret. Në kushte shtëpie mund të përdorim rakinë e rrushit. Nuk ka asnjë gjë të keqe. Pra, ky ekstrakt që neve përgatitëm në kushtet e shtëpisë është me të vërtet një ushqyes shumë i shëndetshëm për rrënjën e flokut, por është njëkohësisht edhe antiseptik. Vret mikrobe, bakteri që mund të ndodhin këtu. Ky ekstrakt është këtu me ne apo ka përbërës është në tjetër ekstraktim? Shiko, kuptohet serumi, është në formë serumi. Këto bimë janë aty brenda, është përqendruar më shumë, është bërë më i fortë dhe si thuash, kur e jep atë vajzën që e çon nuse, do e zbukurosh, dhe pak buskuqe e kështu me radhë. Pra, kjo i gëzon këto veti. Pra, ka këto, plus diçka shtesë tjetër që përdoret kështu pa e farë në gjendje edhe të ketë fuqi më vepruese. Mund ta përdorim? Sepse po. Dhe ka aromë të lehtë, nuk ka aromën e rëndë, absolutisht
Nuk ka nevojë që të... Është e pëlqyeshme. Pasi spërkatet duhet të bëhet një masazh, kam përshtypjen që të përhapet një masazh për gjitha 2 folikulat. deri në 3 minuta që të nxitim edhe qarkullimin e gjakut. Pra kjo të më nxiti qarkullimin e gjakut edhe të pastroj skalpin. Vepron me të vërtet mrekullisht mirë, si thuash, e plotson atë kriterin për të qenë një serum për flokun. Qartë, për ta ushqyer, për të mos u Patjetër, jo vetëm ushqyes, pastrues, si thuash, të pastroj deri në qelizën e shëndetshme. Ti heq këto dhe floku bëhet shumë i shëndetshëm. Sepse ato mund të jenë shkas për të rrëzuar flokun, për ta dobësuar rrënjën. Pak e nga pak edhe për luftimin e thinjave. Pra ky serumi, po. Pra rozmarina, kjo mendra e butë që mund t'i futet, na ndihmojnë për të eliminuar edhe thinjat. Sepse po plak fije e flokut do të zbardhen. Thinjat që kanë dalë do t'i erësoj, apo parandalon daljen e thinjave, flokëve të rrime... Në të dy drejtimet e ushqen e shëndosh, thinjet më nga dalë. Ato që janë të thinjura, fillon t'ju japi një nxirje të lehtë. E kuptova. Pa ndryshuar, le të themi, atë kimikatin ose bojën, por kjo nxin atë rrënjën e flokut dhe fija pastaj gradualisht merr një shëndet dhe merr një jetë. Po, meqense jemi fokusuar te flokët, kemi diçka tjetër ku e përdorim hithrën, për shembull tek shampoja ose rozmarinën, po le t'ju tregoj me të vërtetë edhe këtu një sekret të ri për përdorimin e hithrës në shëndetin e flokëve. Mund të shkojmë në market të marrim një shampo të çfarëdoshme, e cila nuk diskutohet që ka kimikate. Por duam ta afrojmë me natyrën. Atëherë çfarë bëjmë? Marrim hithra, marrim rozmarin, marrim një dorë sherebel. Hithra, rozmarin, sherebel. Dhe një lugë gjelle nenegjik. Këto i zijejmë afërsisht në 300 deri në 500 ml ujë. Por do t'i zijejmë fort mirë, që të më zbërthejnë jo vetëm gjethet e hithrës, por edhe këto rrënjat, dhe ta përqëndroj, ta koncentroj, pra të dalin afërsisht 200-250 ml çaj i koncentruar. E marr këtë çajin dhe e përzijej me shampon. E trazoj mirë, e homogenizoj dhe kjo shampo tash i bart nga këto bimë ushqyese, të gjitha ato antioksidantet, ato flavonoide që neve... Nuk humbasin, ato që ndrojnë aty. Dhe sa herë që lajmë kokën, edhe acidet organike veprojnë si antioksidant, po dhe si gryes të skalpit të kokës dhe si pastrues, dhe ne me të vërtet e bëjmë atë shampon, le të themi edhe një herë më të mirë dhe më të shëndetshme për organizmin, për trupin tonë. Aq më mirë ku kemi të bëjmë me një shampo natyrale, që s'ka kimikate. Të tjera pastaj përfitime. Por le të themi kështu, shikojmë këto tash. Kjo shampo që është aty, është përshtatur le të themi që të jetojë 2 vjet. Kësaj shampos që ne do i futim këtë çajin, ja ulim atë, sepse ky ujë që u bë tashtin, ja, me këto bimë të ekstraktuara, që lëshuan të ngjyrën? Po, patjetër, nuk është më thjesht ujë, po është një teren i mbushur me mikroelement dhe me ushqyes. Atëherë, shiko, këtu kemi edhe ata acidet stearike, edhe këtë beta-sitosterolin, të cilat dhe acidin stearik, që frenojnë plakjen e organizmit kur ne i pijmë këto, frenojnë plakjen e fijeve të flokut kur neve i marrim dhe i vendosim në kokë. Por, ky ujë tashtin nuk mbahet i izoluar, ne ja e lëm këshupshëm çajin. Dhe vinë bakterjet, është një teren shumë i përshtatshëm ushqyes për këto lloj bakteriesh. Kështu që ne megjithëse do ta hedhim këtë çajin e përqendruar, thash, të koncentruar në një enë, në atë shampon dhe do e përzijej mirë, kësa i ulet ajo fuqia ruajt, se kështu që nuk do e lëmë shampon 2 vjet, po do e përdorim për 3-4 muaj, për të larë kokën 2 deri në 3 herë në javë. Qartë, por nuk ka shampo që të zgjasë, një shampo të zgjasë, ne po përsëri do ta kemi brenda afatit. Po marr 2-3 shampo dhe i po i mbush me këto përzierje, me këto çajrat. Ajo do të bëhet e çastit, si quhet kjo extempora, shpejt, dhe ta përdorim po shpejt. Mirë, doktor, do të bëjmë një shkëputje reklamash dhe do të rikthehemi për të folur për të tjera veti të hithrës dhe si ta përdorni atë për gjendje të caktuara shëndetësore.
Rikthehemi pas publicitetit, përmbledhim dhe njerë vetit shëndetësore që marrim nga konsumimi i hithrës në formën e saj më të zakonshme, si çaj, po në kuliranri, po gjithsesi, kur ne konsumojmë në mënyrë të vazhdueshme, çfarë përfitojmë? Patjetër. Atëherë, bima e hithrës ka veti kardioprotektive të fuqishme, që do thotë pastron gjakun, e hollon atë, përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ju jep një zgjerim të lehtë arterieve dhe venave. Si mund ta përfitojmë neve këtë të mirë të kësaj bime, ndoshta të kompozuar edhe me disa bimë të tjera. Për shembull, marrim afërsisht disa gjethe hithre, 3, 4 deri në 5, për një gotë çaj, për shembull. Dhe në të do të shtojmë 5-6 gjethe ulliri, që të dyja këto, të gjithë ata që jetojnë në shtëpi private e kështu, jam i bindur që i kanë këto dhe gjethja e ullirit gjendet kudo. Shtojmë në të një bimë shumë popullore dhe kjo shumë e përhapur, është taraksakumi, tamëlgjaku. Dhe e shtojmë këtu 1 ose 2 gjethe, ky është çaj që neve e përdorim mrekullisht mirë për pastrimin e gjakut dhe për hollimin e tij. Pra flasim nga bimët mjekësore. Kjo është ajo që themi sinergjia e bimëve, që kur ato bashkohen, përthithja e vlerave është më e madhe maksimalisht, ndikojnë te njëra tjetra dhe japin rezultate më të mira. Në drejtim të anemisë, mund të themi një kombinim, një gërshetim midis produkteve ushqimore që konsumojmë dhe bimëve mjekësore. Për shembull, ne në kulinari mundet që të marrim gjethe hithre, afërsisht 30-40% nga kjo, bim, të marrim gjethen e lëpjetës, që është kjo, njerëzit e njohin pa diskutim. Për të bërë atë byrekun, po themi tani, një byrek që edhe të ushqehemi, por edhe çfarë marrim neve nga këto. Edhe të shërohemi. Gjethe radhiqe, 10-15%, marrim nga bima e qumshtorit, që neve kemi sjell këtu, pra qumshtori, ja, le ta shikojmë kështu. Marrim edhe nga kjo gjethe i grim holl kështu, i përzihem me çfarë të duam, në daç me oriz shkon shumë mirë, në daç edhe me diçka tjetër, ndoshta shtojmë edhe pak spinaq. Dhe çfarë marrim neve, çfarë përfitojmë nga kjo? Marrim afërsisht 300-400 mg kalcium për 100 gram mas të thatë. Marrim afërsisht 300-400 mg kalium, që na ndihmon edhe për punën e zemrës, se tham është mik aleat i zemrës, por na ndihmon edhe tek tretja dhe jashtëqitja. Një nga rastet ku themi që byreku është shumë i shëndetshëm. Një byrek i shëndetshëm dhe ndihmon shumë mirë me ka veti laksative. Po plus këto mikroelement që unë përmenda, shtojmë këtu hekurin, që ndodhet nga 40, 50 deri në 70 mg për 100 gram gjethe të thara. Pra hekuri që i duhet për ndërtimin e hemoglobinës dhe për transportimin e oksigjenit. Shikoni çfarë sasie ndodhet tek gjethja e hithrës. Pastaj kemi po kaq afërsisht edhe magnezin, në sasira më të vogla zinkun e kështu me radhë. Marrim nga ato jo vetëm acidin stearik dhe ato beta-sterolet, por në gjethen e hithrës ndodhet edhe kjo vitamina E, e cila është me të vërtet një antioksidant shumë i fuqishëm për organizmin. Tek prostata? Tek prostata. Si e përdorim hithrën? Kjo hithra mund të përdoret me shumë efektivitet dhe efikasitet për të frenuar zhvillimin e gjendrës së prostatës. Pra, në veçanti për adenomën e prostatës. Po si për shembull, ne kemi gjetur një bimë Epilobium parviflorium, e cila, kur unë shkova ndë nga vendlindja ime, gjeta tek një burim, pra në një vend që ne i qonim Guva e Nivicës, atje unë gjej në atë burimin këtë bimën. Si quhet edhe një bima? Bima Epilobium parviflorium, e cila mund të shkojë deri në 1 metër, 1,5 metër lartësi. Bëhet aty ku ka ujë të burimeve të pastra natyrore dhe malore. Në miniatur bima është kjo. Ka një aromë të veçantë dhe kjo afërsisht përdoret, merren ato lulesat e saj, përdoret bashkë me rrënjën e hithrës dhe gjethet e hithrës. Shtojmë në të edhe
Është përzierja që po përgatisim për zmadhimin rënj hithre, e prostatës. afërsisht një lugë çaji. Gjethe hithre, afërsisht përsëri një lugë çaji, sepse hithra ka veti që të shtoj diurezën dhe të më largoj acidin urik, të ndihmoj në shkrirjen e gurve në veshka, pra ne sepse ka shumë acide organike. Por këtu në studio ne tregojmë afërsisht këto bimë. Gjethe hithre, rënj hithre dhe epilobium parviflorium, e cila ndihmon në zvogëlimin e edemës së prostatës. Shoqërohet më mbrapa kjo, po sigurisht që do të zjej, konsumohen rregullisht 3 gota në ditë. Për sa i përket kombinacionit me farat e kungullit, farën e gjëmbit të gomarit, edhe ndonjë bimë tjetër, në varësi nga shkaktarët e smundjes, njerëzit tek ne nga prostata janë tepër të kënaqur. Pra vinë me atë modestinë e tyre dhe thonë faleminderit, më ndihmove shumë mirë. Dhe kjo nuk është merita jonë, është e këtyre, është e natyrës. Ne thjesht bëjmë rregullimin e atyre strukturave dhe të formulave. Të përdorëm të parëm apo është gota tjetër që tregojmë pak edhe ngjyrën që lëshojnë? Kjo është e dyta, se s'ka lëshuar shumë. Po. Ngjyrë. Ndërsa kjo është e para për të kuptuar pak që nuk ka zier, por është në proces lëshimi, se duhet të përvlohet. Kjo duhet të qëndroj 15-20 minuta. Nuk ka që të lëshoj atë ngjyrën jeshile. Po, të lëshoj ka atë klorofilin, që ne nuk e përmendëm, në hithër, gjender 0,2-0,3% klorofil dhe acid klorogjenik, që ndihmon shumë mirë në uljen e kolesterolit të keq dhe të atij dhjamit në lëkurë. Pra acidi klorogjenik dhe acidi kafeik që ndodhet këtu. Ne këto përbërësit e hithrës vetit kimike i treguam kështu, përbërësit kimik dhe ato i ndam, si thuash në varësi nga smundja, ku ajo godet më shumë. Pra, po të dëgjohet emisioni mirë nga fillimi në fund, gjenden të gjitha... Për reumatizmën, doktor, se dikur i preknin me hithër pjesët ku kishin dhimbje, gjyshet, për t'ju alehtësuar ato. Po, çfarë është reumatizmi në thelb, në minjaturë është kjo gjë? Pengohet qarkullimi i gjakut nga depozitimi qoftë i acidit urik, qoftë i plakzave të kolesterolit yndyrore, dhe çfarë bën hithra, jo vetëm kjo acetilkolina dhe histamina, por edhe ato acidet organike që unë i përmenda, ngjiten në sipërfaqen e jashtme të lëkurës, depërtojnë në brendësi dhe irritojnë qarkullimin e gjakut. Aty po qarkulloj gjaku, eliminohet sëmundja. Pra, durohet ajo. Vetëm skepticizmi vetëm është tek pastërtia, ku t'i gjejmë, ku t'i marrim, sepse qa shef duhet të ruhen dhe të rriten në vëndet të pastra. Nuk duhet ta mbledhim hithrën anash kanaleve të zeza, ku ka pulari e kështu me radhë, dhe afër asfalteve. Qartë. Doktor, kemi një telefonat që kam bëritur në studio, jemi në minutat e fundit. Përshëndetje, më dëgjoni. Përshëndetje, ju dëgjojmë. Kush jeni nga telefononi? Unë jam Anisa Roshi, ju telefonoj nga Armenia. Po, të falenderojmë. Ishi duke në ndjekur dhe ne ju dëgjojmë, po mund të flisni. Unë kam rënë në kontakt me doktor Yllin fal videove të juaja në YouTube, po më ndihmonin me vajzën time e cila ka një diagnozë pak shumë të vështirë dhe bimët të cilat më janë rekomanduar nga doktorë më kanë bërë si thuash një mrekulli me vajzën time, të cilat janë vaj harmonia, çaj harmonia, ekstrakti balsamik, dhe më thënë receta e cila doktori më ka dhënë prap me vajin e farës së zezë, dhe më thënë çdo gjë bimore tek vajza ime funksionoi, të cilat i ikën sulmet epileptike, u zhdukën edhe spasticiteti tek vajza ime, dhe më thënë çdo gjë që unë kam marrë te doktori ka funksionuar vetëm për mirë tek vajza ime. Mirë, të falenderojmë. Si një prej rasteve që është i suksesshëm edhe për te kufive, jo vetëm këtu në Shqipëri ku është më thjesht për t'i marrë dhe përdorur. Po një ditë kamera e Report TV-s duhet të shkoj atje mes qytetarëve shqiptar, po pse jo edhe gjerman. Dhe le të themi edhe pak për hithrën në rastet e një hemoragjie nga hundët. Mund ta marrim ta shtypim
Përpara se ta vazhdojmë, ta falenderojmë pak zonjën, sepse është nga larg edhe është në linjë. Të falenderojmë shumë që more për të falenderuar doktorin dhe aq më tepër që e ke njohur nga Reze Dielli. Do të them një mesazh të vogël. Po, patjetër. Njerëzve që na ndjekin që t'i kthehen bimës, sepse dhe shumë kohët e fundit njerëzit janë fokusuar vetëm tek medikamentet, por të kthehemi aty ku ishim përpara, tek bimorja, e cila ai është shkaku edhe pse sot janë medikamentet. E kuptova. Faleminderit për mesazhin. Të urojmë ditë të mbarë edhe shëndet vajzës. Faleminderit shumë që telefonuat. Ju faleminderit. Edhe ne jemi drejt fundit, doktor, po flisnim për hemorragjinë nga hundët, si mund të ndihmojë Isra? E shtypi me shtrydhim, e marrim me nap të pastër dhe vendosim te kjo. Ose e zjej fort hithrën me pak bishtamith, nga 2 lule bishtamithi, ajo ombrellorja e saj, 2-3 gjethe hitre t'i zjejmë, sepse që të dyja këto kanë vitamin K dhe mbyllin plagë, ndalojnë hemorragjik. Ka njerëz që kanë të shpeshtë hemorragjin nga hundët, kanë ndonjë problem që fshihet pas kësaj? Do t'ju bënte shumë mirë, po mund të ketë, po shkaktarët janë të shumë, po të themi të përdorim këtë çajin e hitrës për ta pirë 2 gota në ditë bashkë me bishtamithin dhe pak nga ky çaj ta vendosim këtu ku është ajo valvula që ruan atë presionin e gjakut dhe është kjo valvula e sigurisë, po të ketë pak nga ky çaj e ndalon atë hemorragjinë e shpeshtë. Ne kemi rritur në fund, doktor. Ju falenderojmë që jeni prezent çdo të hënë në studion e Reze Dielli. Dhe të kujtojmë thënien e një anglezi i cili erdhi në Shqipëri dhe tha, Shqipëria tha është Shqipëri, nuk është Angli. Dhe dorën e drejtoi nga natyra, nga këto mrekulli të natyrës. Dhe jo vetëm ai, të gjithë duhet ta drejtojmë sy dorën si t'i vëmë në funksion të shëndetit të njeriut. Imi me fat që kemi një njeri që nuk lë asnjë bim pa studiuar dhe për të na sjell fuqinë shëruese të saj. Kështu që doktor, të falenderojmë, jemi shumë mirënjohës gjithashtu. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Kalofshin ditë të bukur, shihemi nesër me Reze Dielli, do të shihemi tonë në ardhshëm, doktor Yllim. Kënaqësi doktor, javë të mbar.